Veprimi është aktivitet që sjell dobi të mëdha trupit të njeriut. Por kur bëhet një garë vrapuese për bamirësi, atëherë i shtohet edhe më shumë vlera e tij. Run for Kosovo është aktiviteti humanitar që u mbajt në qendër të qytetit të Pejës, ku mbi 400 persona vrapuan 5 kilometra me qëllim të ndihmojnë nënat në vështirësi. Kazmet Muhaxheri, kryetari i komunës së Pejës, ka thënë se në këtë ngjarje pjesëmarrës ishin shoqëria civile, përfaqësues institucional dhe ushtar të KFOR-it. Me iniciativën e KFOR-it italian dhe organizimin e komunës Pejës dhe policisë Pejës, është organizu kjo vrapim për me ndihmu gratë në nevojë, domethënë është vrapim humanitar, në të cilin ngarrin ushtarë të KFOR-it, nxënësat e shkollave të mesme, qytetarët të komunës Pejës, edhe sportistat ndryshëm që kanë bashkë gjithë kësaj gare. Ky aktivitet u organizua nga Komuna e Pejës dhe grupi luftarak shumëkohësh i perëndimit në KFOR. Për mbarvajtjen e kësaj gare, u kujdes policia e Kosovës, e cila kishte hartuar me kohë planin operativ dhe kishte marrë të gjitha masat e sigurisë. Rruga të cilën e përshkruan vrapuesit ishte e lirë për ta, kurse komunikacioni orientuan në rrugët alternative të qytetit. Engelbert Zefaj, drejtori i Drejtoratit për Kulturën dhe Sport, ka thënë se pjesëmarrës në këtë garë ishte edhe përfaqësuesi i Komisionit Evropian Samuel Zhbogar. Kjo është një aktivitet komisie, nëpërmjet vrapit do të krijohet një fond që do të destinohet për nënat në vështirësi. Ka marrë pjesë garues nga të gjitha fushat, ka nga institucioni KFOR-it, nga institucioni EULEX-it, nga Forcat e Sigurisë Kosovës, Policia e Kosovës, shkollat e mesme, do të ndahen shpërblime për të gjitha që kanë marrë pjesë me garë. Na kanë nderuar me pjesëmarrje aktive edhe zotri Zhbogar nga Komisioni Evropian në zyrën e Prishtinë. Dhe është një aktivitet me të vërtetë që po ndodh shumë i bukur, që po ndodh për herë të parë në qytetin e Pejës. Në garë morën pjesë më shumë se 400 vrapues, edhe tani po shohim se si kush do të fitojë, por është me të vërtetë diçka shumë e bukur. Vendin e parë në kategorinë e meshkujve fitoi David Ritarik nga KFOR-i, vendin e dytë Ron Krasniqi nga shoqëria civile dhe i treti Licinio Sausa nga KFOR. Ndërsa në kategorinë e femrave, vendi i parë i takoi Esra Kreqemer nga shoqëria civile, vendi i dytë Shweizer Janinen nga KFOR dhe vendin e tretë e zuri Adela Destanovic, studente. Më të mirët u shpërblyen me kupa dhe medalje nga organizatorët e garës.